I është hapur rrugënisjes së procesit të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme me tatim 5% nga 15% që është aktualisht. Në fletorën zyrtare është publikuar udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, që rregullon procesin e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme për individët. Udhëzimi përcakton se mënyrat e rivlerësimit do të jenë pranë ASHK-s me çmimet minimale fiskale ose nga ekspertët e licencuar. Në udhëzim përcaktohet se në rast se individi zgjedh që rivlerësimin e pasurisë ta bëjë ASHK-ja, ai bëhet me çmime minimale fiskale që janë në fuqi në momentin e kryerjes së procesit të rivlerësimit dhe në përputhje me përcaktimet e udhëzimeve të përbashkëta për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme. Bazat tatimore përllogëriten si diferenca midis vlerës së dalë nga rivlerësimi dhe vlerës së zbritshme të regjistruar më parë. Për ndërtesat nga çmimi i referencës zbritet 1% për çdo vit përdorimi, deri maksimumi 30% për tokat. Çmimi minimal fiskal është ai për metër katror sipas hartës së vlerave në fuqi. Në rast se individi zgjedh rivlerësimin e pasurisë nga një ekspert i licencuar, baza e tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë dhe vlerës së zbritshme. Në çdo rast, vlera e pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë nga eksperti i licencuar nuk do të jetë më i vogël se çmimi minimal fiskal. Ndër të tjera, në udhëzim përcaktohet se procedurat e aplikimit për rivlerësimin do të kryhen online përmes portalit i Albania, duke bashkangjitur dokumentacionin identifikues dhe kur përdoret eksperti, aktin e vlerësimit të pasurisë dhe licencën e tij. Pasi përllogaritet tatimi dhe tarifa e shërbimit, individi paguan faturën për arkëtim dhe ASHK konfirmon pagesën. Për afatet e aplikimit në udhëzim, përcaktohet se aplikimet për rivlerësim të pasurive, të cilat paraqiten pranë ASHK-s brenda datës 31 dhjetor 2026, por nuk janë përfunduar, procedohen edhe pas kësaj date, nëse tatimi i rivlerësimit paguhet brenda datës 31 mars 2027. Në rast se individi zgjedh që rivlerësimi i pasurisë ta bëjë ASHK-ja, ai bëhet me çmim minimal fiskal që janë në fuqi në momentin e kryerjes së procesit të rivlerësimit dhe në përputhje me përcaktimet e udhëzimit të përbashkët. Në këtë rast, baza e tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së dalë nga rivlerësimi dhe vlerës së zbritshme të përcaktuar në pikën 3 të këtij kreu, 1.1, çmimi minimal fiskal bazuar në udhëzimin e përbashkët për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme, do të konsiderohet çmimi i referencës për pasurinë e paluajtshme, ndërtesa dhe sipas hartës së vlerave për pasurinë e paluajtshme tokë. Në rastin e tokave, çmimi minimal fiskal është çmimi për metër katror sipërfaqe të përcaktuar në hartën e vlerave sipas aktit nënligjor në fuqi në datën e rivlerësimit. Në rast se individi zgjedh rivlerësimin e pasurisë nga një ekspert i licencuar, baza e tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë dhe vlerës së zbritshme.